Përshëndetje të gjithëve. Sot do ju sjell një recetë shumë të shpejtë, të thjeshtë dhe plot shije. Do përgatisim petkat nga kompania Lonxheria, por pak më ndryshe nga tradicionale. Janë petka që bëhen gati vetëm për 10 minuta. Me këtë paketim i gjeni petkat. Këtu kam 2 thelpinj hudhër. I shtypim hudhrat dhe më pas do t'i shtojmë në një tigan të thellë. Shtojmë 4-5 lugë të gjellës me vaj ulliri dhe direkt në zjarr. Sa po të lëshojnë aromën hudhrat, ne presim 2 speca. Njërin specë kemi të kuq dhe tjetrin jeshil. Për t'i dhënë më shumë ngjyra dhe shije recetës son kam përdorur speca me ngjyrë. Si e shikoni, po i pres në kubik shumë të vegjël. Edhe vaj është aromatizuar nga hudhrat. Shtojmë specat, i bëjmë specave një skuqje të lehtë. Ndërkohë që specat skuqet, ne presim tomate pomodorini në 4 pjesë. I bashkojmë domatet bashkë me specat edhe hudhrat. I vendosim kapakun derisa domatet të shpërbëhen. I kemi gati. Tomatet tashmë janë shpërbërë dhe kanë lëshuar pak ngjyrë. I shtojmë edhe 2 lugë të gjellës me salcë tomateje. E rregullojmë masën me krip, piper të zi. Është momenti për të shtuar petkat. Si u thash edhe në fillim të videos, këto petka i gjeni me këtë paketim. I bashkojmë petkat bashkë me perimet. Të gjithë dim t'i gatuajmë petkat me gjalp dhe me qumësht, por kjo recetë është pak ndryshe. Përgatitet tamam siç përgatisim makaronat. I shtuam 2 fishin e masës së petkave me ujë, 400 gram petka, diku te 700-800 ml ujë. Do t'i lëm të ziejnë vetëm 2 minuta. I shtuam dhe pak krip, pasi ka nevojë për pak krip. I lëm të ziejnë derisa petkat të bëhen kremoze. Sigurisht gjatë kësaj kohe dhe i përziej mirëpasere. Në fund fare për t'i shtuar shijen, unë po i shtoj edhe një lugë të gjellës me gjalp. E fikim sobën, i lëm të qetësohen për 5 minuta dhe më pas kështu të ngrota do t'i shërbejmë. Petka duan vetëm 2 minuta zjerje. Si e shikoni, janë tepër kremoze dhe kundërmojnë aromë shumë e mirë. Këto ishin petkat e mia me salcë dhe perime, të buta, kremoze dhe plot aromë. Nëse ju pëlqeu receta, mos harroni ta pëlqeni videon dhe ta abonoheni në kanalin tim. Ju falenderoj nga zemra që më ndiqni. Ja edhe slogani im, gatoj me pasion, ndaj me dashuri nga kuzhina ime.